Shikues nderuar, mirëmbrëma, unë jam Genta Dobra, do t'jemi së bashku si çdo të premte në sheshi i dollarit, do të diskutojmë sonte për tregun e punës, i cili në fakt përballet me sfida dhe ndryshime të vazhdueshme. Teknologjia sigurisht po transformon mënyrën si punojmë, po nga ana tjetër ka një rritje edhe të kërkesës për zanate, për aftësi praktike. Do të fokusohemi edhe tek arsimi profesional, të paktën referuar edhe shifrave, duket se përgjatë këtij viti akademik ka patur edhe një tendencë në rritje pra të numrit të nxënësve që janë regjistruar për herë të parë në shkollat e arsimit profesional. Ka një tjetër dukuri që vitet e fundit është tuar ndjeshëm, është ajo e punonjësve të huaj që kanë ardhur në vendin tonë. Pak ditë më parë kishim edhe një draft të hedhur për konsultim publik që lehtëson më tej edhe procedurat për punonjësit e huaj në vendin tonë. Por cilat janë trendet e punësimit, zanatet që kërkohen më shumë, si do t'jetë qasja e arsimit profesional dhe çfarë janë punonjësit e huaj, në cilët sektor janë të punësuar më shumë në vendin tonë. I diskutoj gjitha këtë çështje me zotin Erald Pashaj, ekspert për punësimin. Mirë se erdhe në sheshi dollarit. Na është bashkuar në panel edhe zoti Fatjon Dragoshi, po ekspert për çështjet e punësimit. Mirë se erdhe në sheshi dollarit. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit. Erald, do ta nis me ju. Cilat janë trendet e punësimit aktualisht? Si është situata aktuale e tregut të punës? Po mund të them që në këto 3 vitet e fundit nuk ka një ndryshim trendesh. Pra nuk është që ka një industri që po i dominon të tjera. Tashmë dihet, pra në kuptimin turizmi dhe ndërtimi patën një rritje të forcës punës tyre, që përpara 3 vitesh, dhe kjo prirje vazhdon dhe sot. Pra nuk mund të themi që sot ka një sektor të industrisë që po performon më mirë se të tjerët, sepse edhe punësimi është i lidhur drejt për drejt me ekonominë, dhe të themi që ka një rritje. Madje mund të them që ka një rënje të interesit të përgjithshëm për sa i përket pozicioneve që lidhen me teknologjinë e informacionit. Dhe kjo jo vetëm në vendin tonë, por dhe në vendet e rajonit që patën një boom, po themi në 5 vitet e mëparshme. Tani duket sikur ky boom është frenuar, madje ka një tërheqje. Ne kemi bërë në zyrën tonë jashtëzakonisht shumë pozicione që lidhen me zhvilluesa dhe me të gjithë teknologjinë e informacionit, por vëmë re që ka një rënje të këtyre lloj profileve, vazhdojnë të jenë, por shumë më pak se ç'kanë qenë më parë. Kështu që me sa duket tregu ka psuar një ngopje, kur them tregu dhe tregu perëndimor, se një pjesë e tyre nuk kanë punuar në tregun tonë. Megjithatë, nëse i kthehemi pyetjes fillestare që cilat janë pozicione që vërtet ka një prirje, unë mendoj që vazhdon teknologjia, që të ketë interes, personat të cilët, po themi, merren me zbatimin e projekteve të caktuara, pra ka një interes. Kemi në të gjithë sektorët mbështetës, siç mund të jenë financa, marketingu, të gjitha këto vazhdojnë të kenë kërkesë. Jo vetëm kërkesë e cila vjen për shkak të rritjes madhe ekonomike, por për shkak të kësaj rritjes organike. Pra të gjithë bizneset kanë nevojë që të ndryshojnë, po themi personat caktuar të ketë një qarkullim të zakonshëm, dhe kjo sigurisht krijon një rritje organike që është e zakonshme. Shqipëria në terma ekonomik është pothuajse në këto 3 vite stabil, me një rritje të vogël por të qëndrueshme. Kjo është një pamje e përgjithshme e punësimit, por unë do të diskutojmë pak më pas, doja të diskutonim edhe për cilësinë e punësimit më shumë se sa thjesht punësim. Pra unë mendoj që tani kjo faza e të pasurit thjesht një punë ka kaluar. Ka qenë një problem i tregut tonë. Ne duhet ta pranojmë që kemi nisur nga -20 gradë, edhe kemi qenë shumë keq. Po ka një përmirësim, njerëzit kanë një punë. Pa, është kjo puna që i plotson? A është kjo puna që i plotson si nga pikpamja monetare, ashtu dhe nga kushtet e punës, po qoftë edhe nga pikpamja, po themi, e ndjesive të njeriu që merr nga puna, sepse ka shumë elementë që lidhen me mirëqenien e tij në punë. Kështu që në këtë aspekt pastaj jemi larg me atë që ne duam të arrijmë. Në aspektin e punësimit ne jemi në norma që dhe rajoni ka këto norma. Ka edhe një papunësi që është një papunësi po themi e stazionuar, që janë disa njerëz që nuk duan të punojnë dhe çdo që të bëjmë ne ata s'duan të punojnë, kryesisht në zonat të thella. Ne kemi sot një papunësi tek 10%. Ndoshta do të bjeri pak, po themi në 9.2, po prapë do të qëndroj. Ne nuk zbresim dot. 8% kemi në 3 muajorin e tretë të vitit 2025. Po. Pastaj rritet prapë në 10.2% në 3 muajorin, po themi. Pra janë ato efektet sezonale? Efekti sezonal. Efekti sezonal është 3 mujori i tretë i vitit në Shqipëri për shkak të turizmit, domethënë në shesh pjekueshme, bie më shumë, por a kemi ne në turizëm atë punësimin cilësor që duam? Jo, nuk e kemi. A e kemi të qëndrueshëm, pra kemi ne të njëjtën forcë pune që të paktën në 2-3 vjet qëndron në një vend pune, po a ka cilësi kjo forcë pune?
Mendoj që ka ardhur momenti që ne duhet hedhim syt shumë fort nga zhvillimi i forcës punës. Ne këtë forcë punë kemi. Këtu nuk do të ndodhin më çudirat që ne mund të imagjinojmë. Pra këtë forcë punë që kemi, a do ta kjo 800-850.000 të punësuar në total, a do të arrijmë ne që këtë forcë punë ta bëjmë më cilësore, që të prodhojmë më shumë? Ky është sfida, mendoj unë, e 5 viteve të ardhshme, e biznesit në radhë të parë, që është për të mirën e tyre, por edhe e shoqërisë në përgjithësi. Mund të arrijmë? Unë mendoj që sfida është pak më e madhe se kaq, sepse ne kemi dhe plagën demografike, edhe largimet e njerëzve, pra edhe këtë stok, po themi, të fuqisë punëtore, me shumë gjas me kalimin e viteve, çfarë po shohim në vitet e fundit, ka një trend në rritje për largimin e njerëzve në grup moshë 20-40 vjeç, njerëz të cilët kanë profesione teknike të niveleve të mesme, të cilët e shtojnë edhe më shumë presionin tek punëdhënësit për të gjetur specialist. Por jam plotësisht dakord me idenë që duhet të merremi shumë seriozisht për të kuruar, për të ngritur kapacitetet e kësaj fuqie punëtore që ne kemi, dhe mendoj që është hera e parë që bizneset kanë filluar të artikulojnë qartë që është një sfidë që ata duhet fillojnë ta marrin përsipër vetë, nëse përgjithsisht drejtohet gishti nga qeveria apo nga një palë tret. Mua më duket nga dialogu i shumë që kemi me kompanitë në vitet e fundit, unë shoh një vetdije disi më të lartë të kompanive për të filluar për të marrë një rol më proaktiv në menaxhimin e kësaj sfide. Mendoj menaxherët e burimeve njerëzore kanë filluar të mendojnë ndryshe tani më se si të kultivojnë dhe jo. Pra jo të ofrojnë thjesht një punë, po dhe të ofrojnë dhe mundësi dhe për të rritur, ndoshta? Pikërisht. Nuk e di, Realdi besoj e njeh shumë më mirë këtë pjesën e proceseve të rekrutimit, po unë mendoj që drejtuesit e burimeve njerëzore tani më kanë kaluar nga një rekrutim i kujdesshëm në zhvillimin e vazhduar në mënyrë të qëllimshme, në mënyrë të kujdesshme. Sigurisht që ky nuk është akoma një fenomen dhe një trend, por shohim shumë kompani të cilat po investohen me seriozitet për këtë pjesë, sepse tani më, siç po thoj edhe çfarë, numrat janë duke rënë ndjeshëm në shumë prej pozicioneve që ata kanë nevojë. Kemi ardhur një pikë kritike që bizneset po e marrin shumë më seriozisht, ndoshta këtë? Po, pika kritike, shiko, kritikja nuk ka fund, bëhet gjithmonë më kritike. Por, po, pjesa kritike ka që disa vite që nuk ka biznes që nuk ka kryefjalë problemin me njerëzit. Dhe kjo ka, ndoshta mbas pandemisë, kjo ka qenë kryefjalë. Diskutimi më i madhe gjithmonë ku do gjejmë njerëzit e duhur, ku do gjejmë specialistët e duhur, etj, po pa menduar që këta specialistë nuk bien nga qielli. Ne nuk kemi ku t'i marrim se këto janë. Kështu që është një problem. Pika kritike mund të jetë edhe më kritike se kaq. Emigracioni nga njëra anë gryen, ndoshta ka pas disa vite që ka qenë më i madh se sa tani. Shifrat e fundit thonë që ka një rënje në 20.000 të larguar në vit, ka qenë 40 mesatarja. Tash edhe këto nuk i dim, sepse këto janë shifra të perceptuara, se nuk e mat dot, dhe nuk ka një matje, se ata shkojnë atje dhe regjistrohen, se kërkojnë, se nuk largohen gjithë për azil. Gjithsesi ka largime, ne e ndjejmë në disa raste të caktuar, nuk ka largime nga këto vendet e punës të mira që janë në qendër të Shqipërisë, edhe në qendër Tiranës, po ne nuk e dim se sa persona largohen ende nga Gjirokastra, nga Kuksi, nga Saranda, dhe po të shkosh atje tani në këtë periudhë për shembull të vitit, nuk sheh edhe njerëz. Kështu që ne këto sondazhe se s'kemi si ta masim ndryshe. Se s'ka, ai mund të shkojë atje, nuk është se regjistrohet në një zyrë ose edhe kjo puna matjes është një vështirësi vetë. Gjithsesi, ato ndikon negativisht në të gjithë rajonin tonë. Po të ne më shumë, se çështja është të shifrave, se të gjithë largohen, po kush largohet më shumë. Plakja popullsisë si një nga elementët demografik, të gjithë parametrat i kemi kundra zhvillimit tonë. Nuk ka një element që tjetë pronesh sot për momentin. Plakja, kushtet e punës në paga, se vërtet ne kemi përmirësuar, po bota është përmirësuar dhe më shumë. Kështu prapë ne kemi ngelur në vend parafundit. Kështu që ky është një shqetësim që do vazhdoj. Unë kam thënë gjithmonë që nëse deri përpara 20 vjetëve qenia në dyert e Europës ka qenë avantazhi jonë, dhe ne gjithmonë kemi thënë që shqyqy që kemi afër Europën, sot qenia në dyert e Europës është në të keqen tonë. Pra do duhet që të kemi një treg pune që përafrohet me ato që ofrojmë edhe Bashkimit Evropian? Ne nuk e ofrojmë dot Bashkimin Evropian, nuk bëhet fjalë.
të jemi realist për këtë, por ne mund të arrim të kemi një treg pune të mirë, krahasuar me vendet e rajonit, që të kemi, kur them vendet e rajonit, Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, deri në Serbi mund të shkojmë, që mund të kemi, e Serbia është më e zhvilluar, po që konkurrojmë jo, po që të kemi të njëjtat kushte, nuk i konkurrojmë dot, pavarësisht vështirësive që ato kanë. Ne kemi nisur një herë në starte shumë të ndryshme me ta, duhet t'i pranojmë këto fakte. Kjo plus tranzicioni jonë ka qenë ndër tranzicionet më të këqija. Në lidhje me njerëzit ndër më të këqijt. Se në gjitha ka pas probleme, po në lidhje trajtimit njerëzve, dhe këtë e reflekton emigrimi. Pra emigrimi është treguesi kryesor, ne themi çfarë të duash, po të shikojmë shifrat tonë dhe shifrat atyre në largime. Kjo tregon që tranzicioni këtu është bërë shumë keq, derisa ka arritur të largojë këtë masë kaq të madhe të popullsisë. Andikon kjo në drekun e punës dhe pika kritike është shumë kritike për ata që merren me biznes. Ata që merren me biznes, shqetësimin kryesor tan ku do t'i gjejmë njerëzit. Sot ide ka, dhe idet mund t'i kesh dhe shumë të mira, edhe financim ka, edhe Shqipëria ka mundësi për t'u financuar, por çështja është kush do t'i zbatojë të gjitha këto projekte. Duhen njerëz, po nuk duhen 1-2, po duhen dhe më shumë. Pavarësisht se 1-2 janë ata që apo themi janë të domosdoshëm për të udhëhequr çdo lloj sipërmarrje, por çështja është duhet një forcë pune tjetër që ta ndjeki. Sfida e madhe është sigurisht zgjidhje me laps, po themi që mund të bëhen nuk ka, edhe me shkop magjik, por duhet punuar në këtë drejtim. Ne shohim ka ata klient ku ne kemi punuar ndër vite, ne dallojmë kur takojmë klient caktuar se kur bëjmë trajnime të caktuara. Shikojmë stafin e një klienti që ka punuar me njerëzit, te dallojmë stafin e klientit që s'ka punuar 15 vite, dhe ti e dallon që në mënyrën si prezantojnë, si e shprehin një problem, sa qëndrueshmëri kanë në vend të punës. Ky është dallimi që ti mund të shikosh. Se shpeshherë pyesim, po cili është kthimi nga investimi, se kërkojnë kthimin me laps me letër, siç është, po për njerëzit s'është ashtu. Dhe unë i them, shikoni këto dy kompani. Shiko këtë, shiko edhe këtë tjetrën. Pra nuk është vetëm ajo elementi i pagës që ndoshta ndonjëherë nuk është. Është një, ai është një element, edhe shumë i rëndësishëm. Paga është një element, po janë edhe shumë të tjerë nga pas. Pra vetëm me pagën sot është baza. Sigurisht, nëse ti se paguan, do e paguaj tjetri. Tregu prandaj quhet treg, se ka disa aktorë. Aktorët kryesor, punëdhënës, punëmarrës. Qofse s'do ishte kështu, s'do quhesh treg, do quhesh një gjë siç nuk ka pas treg përpara. Nuk ka pas treg, tregu ishte totalisht dominuar vetëm të kemi një punë, shqyr që ndryshoi, se po të ishim ashtu, do të ishim shumë mbrapa. Shumë sot tregje që janë shumë prapambetura, po marr si shembull, janë tregjet e Afrikës, Afrikës qendrore, Afrikës veriore, ku janë zhvendosur një pjesë e madhe e këtyre qendrave thirrjevës telefonike. Dhe ata që kur vinë për shembull për shumë takimet që kam pasur, thona, më falë se kemi ardhur gabim, Shqipëria nuk është më për këtë lloj biznesi. Ata largohen në ato vende ku pagat janë më të ulta dhe që janë të lumtur të bëjnë atë punë. Egjipti për shembull. Dhe po ta shikosh dhe shumë mirë, se nëse do vazhdoni me atë lloj, po themi, industrie që do ishte dominuese, do thotë që ishim në atë gjendje ekonomike. Domethënë janë shumë të kuptueshme edhe nga njerëzit besoj. Shqyr që ka disa përmirësime, duhet bërë akoma për me njerë, dhe nuk është çështja vetëm po themi drejtuesve të burimeve njerëzore, se ndoshta ata e kuptojnë këtë shqetësim, ndoshta janë dhe si ne në këtë shqetësim, duhet ta kuptoj biznesmeni kryesor, duhet ta kuptoj që investimi ke njerëzit janë sfida që lidhen me kostot? Po tani Pra e shohin në si kosto bizneset? Duket sikur jemi futur në një farë rrethi vicioz, sepse mungesa e punonjësve prej largimit, demografisë, shumë elementet e tjerë, ka rritur në mënyrë artificiale edhe koston e të punësuarit personave. Pra njerëzit, nëse marrin pagë më të larta, nuk i marrin këto pagë më të larta sepse detyrimisht kanë rritur produktivitetin. Por ka këtë mungesën, po themi, ka këtë mungesën në treg dhe kompanitë detyrohen të, për shumë po marr një rast. Nëse ti po flet për një restorant, nuk e di, në Bregdet, në jug, ai e paguan një kuzhinier 20-30% më shumë, por nuk është se ka 30% më shumë xhiro. Kështu që ne jemi futur në një rreth vicioz dhe nëse një kompani ka predispozitën për të filluar për të menaxhuar me një vizion në sensin afatgjatë të menaxhimit të burimeve njerëzore, vjen dhe bëhet gjithnjë më vështirë sepse kostot po rriten edhe në mënyrë artificiale. Dhe pastaj, kur fillon dhe mendon si kapim ne ritmet ose si konkurojmë me tregjet e punës më të mëdha, kjo vjen dhe bëhet shumë e vështirë. Po dëgjoja para ca ditësh që në mos gaboj Zvicra këtë fundjavë do bëj referendum deri ku do ta vendosim limitin e popullatës. Është një shtet që poshtohet, nuk e di, me qindra mijëra banorë në vit, sepse tregu i punës atje tërheq. Tani
shif çfarë ndodh, çfarë kontrastin e kemi me një vend që tërheq prej kushteve të jetesës, punës etj. Dhe ne jemi në një pozitë krejt të disfavorizuar dhe kompanitë duhet të përballen edhe me këto vështirësi të përditshmes. Mua më duket shumë e vështirë të drejtën për sipërmarrësi që të fillojnë edhe të investojnë afatgjatë për ndërtimin e marrëdhënieve, për ngritjen e kapaciteteve të stafeve, kur ti automatikisht duhet të rrisësh kostot e pagave prej mungesës së stafeve. Shumë është një dilemë shumë e madhe dhe nuk e di vërtet se si është përgjigja. Real, ku ka patur reagimet të madh në rritje të pagave? Janë pikërisht sektorët që kanë udhëhequr dhe rritjen ekonomike? Ata që mund të kenë... Rritja më e madhe ndodhet aty ku është konkurenca më e madhe. Ku ka konkurrencë në një vend pune, aq më e lartë do rritet paga. Është shumë e thjeshtë. Njerëzit mendojnë, kthehem tani ke pyetja që bëre se po dëgjova me shumë vëmendje dhe Fation. A është kosto? Po, është kosto. Punojnë që është kosto. Po çfarë duhet jetë? Ç'është kjo pyetje, çfarë duhet jetë? Dhe ne themi që punojnë që ka kosto, është rritur kosto edhe themi në mënyrë artificiale. Jo, çfarë do të thotë artificiale? Nuk ekziston fjalë artificiale, ka kosto. Disa thonë që shikosh rritur kostoja dhe produktiviteti nuk është rritur, që është e vërtetë, ashtu është. Okej, po ky biznesmeni, këto fitimet që ka për shkak të produktivitetit? Jo. Ai ka pas për shkak sepse në një hotel në Shëngjin, ai kur ngriti ai hoteli s'kishte të tjerë. Duhet kuptojmë që çdo gjë ka lidhje me konkurrencën. Kanë ndërtuar atje, po bën një hotel, ky ishte edhe 3 të tjerë, njerëzit shkonin atje se s'kishin ku të shkonin. Nuk është se ky bëri një produktivitet si biznesmen i jashtëzakonshëm, dhe ky nga që ofroi shërbimin më të mirë se në Maldive dhe erdhën njerëzit, jo. Edhe njerëzit që punojnë ke ky, nuk është se shkojnë për shkak produktivitetit ose se ju rritet produktiviteti. Ky është treg. Po shkove këtu, shkosh në një vend tjetër ose s'do e bësh. Pra dhe ky do i marri këta, se s'ka kush e bën këtë punë. Dhe po si pagoj ky, do t'i pagoj dikush tjetër. Që të kuptojmë se në Shqipëri para shumë vitesh paga lidhesh me vjetërsinë, për shembull, sa i vjetër je në punë. Edhe kjo është gabim tjetër. Një element që është futur paga lidhet vetëm me tregun, me indeksimin. Mos u merr me administratën se ato kanë tëra parametra. Si gjykojnë gjërat, nuk gjykojnë me treg. Tregu është ai që vendos çmimin e punës. Pra si çdo çmim tjetër, vendoset kush e blen e kush e shet. Po mos ketë interes, nuk e blen njëri. Puna është ka një çmim. Dhe sot i shritur çmimi, se po si more ti ata punëtorët në turizëm, në ndërtim, i merr konkurrenti jot. Jo se ai është punëtori më i mirë në botë. Kjo është tjetër, pra, elementi kryesor për të vendosur çmimin e punës është tregu. Dhe si matet tregu, sigurisht maten disa aktorë, ne bëjmë sondazhe të tilla, merren disa aktorë, sa paguajnë këto dhe nxirret tregu. Një faktor është tregu, 2 faktorë është merita. Ajo që ne quajmë, po themi, sa produktiv është. Pra, nëse ai jep në këtë kompani, sigurisht për shkak të meritës ka një rritje. Po për shkak të meritës ti nuk do ta paguash 2 fish. E zëm se ti një kamarier paguhet, po e marr si shembull 70.000 lekë të reja. Okej? Nëse ky është kamarieri më i mirë në botë, ti do t'i japësh 10.000 euro? Jo. Se tregu e paguan 70.000. Ja do t'i japësh 100.000 të reja. Ja 120. Po ti nuk do ta paguash kaq shumë. Pra tregu është përcaktuesi kryesor. Mbas dhe kur them tregu përfshin sot dhe inflacionin brenda. Pra nuk është komponent më vete. Gjithmonë do të kompensojmë inflacionin. Jo, kompania nuk kompenson inflacion. Po flas me rregulla europiane sot, edhe amerikane. Çmimet mund të rriten, po s'është, po themi, në detyrën e kompanisë. Por çfarë është në detyrën? Qofse ai se rrit, do vijë diku tjetër t'ia marrë. Çdo gjë ka lidhje vetëm me konkurrencën. Konkurrenca është element shumë i rëndësishëm. Prandaj ne themi duhet masim konkurrueshmërinë. Si është niveli i konkurrueshmërisë në hoteleri turizëm? Si është niveli i konkurrueshmërisë në ndërtim? Konkurrenca është me njëri tjetrin. Këtu ne nuk flitet për konkurrencë brendshme, këtu flitet për element. Konkurrenca është elementi kryesor. Ai pastaj ka edhe që të diferencohesh si punëdhënës, ti fillon pastaj dhe jep edhe paketa më të mira. Unë them nëse do të kesh forcë të mirë, produktive, duhet të diferencohesh nga të tjerët. Ti paguash më mirë se të tjerët. Duke i paguar më mirë, zhvilluar më mirë, ti zhvillon potencialin tënd. Po dhe do largohen. Se kjo është pjesë e asaj atij risku që ata kanë marrë përsipër. Unë s'mund të investoj ke një individ se ky mund të largohet. Po ne nuk jemi në rendin skllavopronar, që ai nuk largohet dot. Ai largohet. Si largohesh ti, largohet dhe ai. Pra ka ca rregulla, ka një kod pune që e rregullon marrëdhënien e largimit. Dhe si rregullohet kjo? Paguan lekët, secila palë, kush i shkakton, po themi, shqetësimin njëri tjetrit, dhe është e zgjidhshme, nuk ka ndonjë problematik këtu.
kam përshtypjen që këto të gjitha që themi ne i sjell dhe tregu. Se po t'i thonim këto për para 5 vjetë dhe thonim, ç'na duhen këto, ne kemi punonjë sa të duash, që duhet ta kemi këtë shqetësim. Këto i solli koha. Koha mas 5 vjetë, tregu u zhvillua dhe dinamikat, ndryshimet. Tani do luajmë me kushte tjera. Luajtëm në ato kushte para X kohë, tani koha ka ndryshuar. Jemi ngritur në kategoria parë. Ka shumë kategori që duhet rritemi, por jemi ke kjo. Kështu që nuk shoh një shqetësim, edhe ata që e shohin si shqetësim, mos ta shohin si shqetësim, ta shohin si pjesë normale e punës tyre. Do investojnë, do marrin, do ikin, do zhvillojnë, do marrin të tjerë, këtë punë kanë. Këtë punë kanë ata, këtë punë kemi ne, këtë punë ka tregu. Dhe kështu ata fitojnë, njerëzit zhvillohen dhe kështu bën gjithë bota. Domethënë këto që po them unë janë ato që të bën çdo vend i zhvilluar. Derisa të vinë ndoshta një pikë si Zvicra që thotë ore shiko se kemi një numër shumë të lartë. Po dhe ato në diskutime janë se edhe këto duan të rriten si shoqëri. Domethënë të rriten edhe përgjithsisht vendet e zhvilluara perëndimore e kanë rritur numrin e popullsisë. Po e kanë rritur jo me persona të cilët në shumicën e rasteve nuk janë lindur në vendin e tyre. Dhe ka raporte për këtë. Vendet nordike kanë arritur një përqindje shumë të madhe të njerëzve që nuk kanë lindur në këto vende. Kështu që do jetë dhe kjo pjesë e këtij globalizimit që ne kemi kërkuar. Ne nuk e parashikojmë të gjithë botën si do shkojë. Në fakt, jo vetëm në tregun e punës, po kudo. Mendoj. Do ketë ndryshime. Shiko, të gjitha këto i ka sill globalizimi. Globalizimi, nëse ju kujtohet, bëj pak histori. Sindikatat në Shtetet e Bashkuara ishin bllokuesi më i madh. Atëherë gjetën një zgjedhje. Çfarë të bëjmë që sindikatave ne t'ja ulim forcën? Dhe kjo ka ndodhur rreth viteve 80-90. Që t'ja ulim forcën, ato e liruan tregun dhe thanë tani mund vit punoj kushdo. Pra sa do të bëje grefti në portin e New Yorkut, do të vinin një 10.000 meksikanë dhe do të ta çlironin këtë grevën. Dhe kështu hap tregu punës. Dhe filloi tregu punës, sot sindikatat nuk dëgjohen kërkund. Sepse globalizimi e fshiu sindikatat. Në një treg të mbyllur, ku ti nuk e bëje dot një gjë të tillë, sindikatat ty të vendoste kushte. Tani a ishte mirë ajo? Se këtu ka diskutime. Jo, nuk ishte mirë, sepse ato e ndërpresin, po themi, ecurinë e një vendi. E bllokonin gjatë gjithë kohës. Italia u bllokua me vite dhe ngeli shumë mbrapa, krahasim me vendet e tjera që nuk e krijonin këtë bllokim. Pra u gjeti mekanizëm botror dhe globalizimi ka fshirë shumë gjë. Nuk do ta bësh ti në vendin tënd, se ke këto problematika, vjen tjetri. Po, siç ka ndodhur në fakt në Shqipëri. Dhe punojnë të huaj tani. Po, në vitet e fundit kemi një rritje të madhe të numrit të punonjësve të huaj të ardhur në vendin tonë. Me leje qëndrimi, ndjeshëm më shumë se 27.000 në vitin 2025. Po e zgjidhin bizneset kështu, tani mungesën e fuqisë punëtore? Unë mendoj që ky është eksperiment i radhës. Domethënë, teksa përpiqem ta shoh të gjithën në nivel kombëtar, jam shumë dakord me ato që thotë Eraldi, po nëse fillojmë ta shohim në nivel kombëtar, çfarë po ndodh sot me tregun e punës, për aq kohë sa sektorët të caktuar përballen me sfida të cilat i fusin ato drejt një rrethi vicioz, vështirësia do të jetë aty dhe kur sektorët të caktuar kanë shumë kompani që vuajnë, sektori vuan në vetvete gjithashtu. Mua më duket sikur tani jemi në një kapitull të ri me ardhin e punonjësve të huaj, jo vetëm në çështjet e marrëdhënies punës dhe se si kompanitë tani më fillojnë të shohin për alternativa, por mendoj edhe këtë dimensionin social pak, çfarë po ndodh me shoqërinë tonë, teksa ne shohim në lagjet tona, në qytetet tona, njerëz të cilët vinë nga shoqëri të ndryshme dhe ata po fillojnë të punojnë në shërbime dhe në procese të ndryshme të punës. Me shumë kompani që unë flas, në punën që ne bëjmë për ditë, teksa mundohemi të sjellim sa më afër kompanitë me shkollat profesionale për të nxitur një arsim profesional gjithnjë më të orientuar nga tregu i punës, shohim që kompanitë janë shumë të dyzuara. Janë vërtet hapat e parë të një eksperimenti. Disave ju funksionon, disave të tjerë jo, me një grup funksionon, me një grup tjetër jo, në një sektor po, në një sektor jo. Më duket sikur është akoma herët për thënë nëse kjo do të ishte një zgjidhje për të adresuar këtë mungesë të kapaciteteve dhe burimeve njerëzore në territor, por ka sektor, çfarë unë shoh për shembull në hoteleri turizëm, ke shumë kompani supermarkete të cilat qysh në fillim të sezonit e fillojnë me punonjës të huaj. Dhe po fillojnë të përshtaten këtij realiteti të ri, këtij konteksti të ri. Unë them drejtën e shoh pak të vështirë se si do shkojë kjo
më duket pak e vështirë që të jetë kjo zgjidhja afatgjatë. Në qoftë se ne nuk fillojmë të mendojmë pak se si universitetet do të kenë më shumë programe të aplikuara, se si arsimi profesional do fillojë të marrë më shumë vend. Tani kemi gjithë për gjimnaz, të gjithë të rinj shkojnë për rrugtimin akademik të shkollimit, dhe ne prandaj fillojmë dhe hedhim syt nga shtetet të ndryshme për të marrë fuqi punëtore. Shumë mirë, është një zgjidhje, por mendoj që akoma ne nuk kemi filluar të bëjmë detyrën tonë të shtëpisë për të menaxhuar si duhet kapitalin njerëzor që ne kemi brenda vendit tonë. Por patjetër kompanitë të gjendura përballë një sfide të tillë do shohin çdo mundësi që ju jep atyre mundësinë për të vazhduar për të shërbyer, për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme në punësim. Mendoj që ka të bëjë pak edhe me qasjen dhe me rëndësinë. Dikush që vendos të lerë familjen e vetë, të lerë shtetin ku ata jetojnë, për shkuar në një vend tjetër për të punuar, ata janë të impostuar për një periudhë të gjatë të jenë duke punuar. Edhe në këtë sens, qasja ndaj punës është tjetër nga një njerëz që është në ritmin e vetë të përditshëm të jetës, edhe punën e ka pjesë të tërës, kurse ai që vendos të shkojë të punojë diku jashtë shtetit për një periudhë 2 ose 3 vjeçare, qaset ndryshe ndaj punës që ka marrë përsipër të bëj. Se di, në finale unë mendoj që është një eksperiment dhe si çdo eksperiment ka ato vështirësitë e veta, të mira dhe të këqija e veta. Me çfarë kushtesh pune vijnë të huajt në Shqipëri? Qoftë për paga apo standarde të tjera? Të huajt varet nga shteti. Çdo shtet ka shteti që e rregullon më mirë këtë punë është Filipinet. Shtetet e tjera janë totalisht pa rregulla. Kjo ka filluar në 2019, bëri buj në media atëherë, po ikin shqiptarët, po vinë ganezët, kishin ardhur 2 ganezë. Nuk po tallën. 2 veta në 2019. Se ishte diçka ndoshta e pa... Dhe unë thash që nuk do ndodhi. Panjohur, një fenomen i panjohur deri në... Ishte i panjohur, ishin 2 persona, ndojtën 2 muaj ikën ata, se kjo kanë historira. Po në 2019. Dhe thash, gradualisht, shikon, ne nuk ka nevojë themun fare, as ta vrasim mendjen, as të shpikim gjë. Shif çfarë ndodh në vende pak më të zhvilluara se ne. Unë jam gjithkohës në kontakt me vendet rajonit. Dhe me partnerë që ne kemi. Dhe prandaj them çfarë ndodh atje, ç'është kohë vjen ke ne. Nuk ka nevojë fare, edhe çdo gjë që shikojmë ne, është bërë diku tjetër. Asgjë nuk është shpikur këtu. Asgjë nuk shpikim ne. Edhe në këtë kuadër, kur filluan të vinë të parët Hungari, pastaj filluan Serbi, edhe bashkë, erdhën dhe këne. Tani ne sot jemi të flasim me shifra, t'i lëmë shakat më njanë, thonë anglezët. Atëherë, ne kemi rreth 15.000 persona që janë në Shqipëri. Leje pune janë pak më pak, po janë dhe disa që janë aktiv pa leje pune. Edhe kjo ndodhë për një periudhë shkurtër kohë. Besoj që do shkojë në 20.000 në fund të këtij viti, ne do kemi 20.000 të huaj. Në një total prej, po themi 850.000 që kemi ne, punonjës, është një shumë e pa konsiderueshme ende për tregun e punës. Ne shikojmë kudo, kryesisht nga Azia, dhe mendoj që kjo do të vazhdoj. Nuk do të vazhdoj me ritme të larta, do të vazhdoj pak nga pak, sepse nuk ka. Pra është e thjesht, nuk ka, pa ne drejtohemi tek këto tregje. Tash më pyetë për kushtet e punës. Të huajt, ose këto lloj të huajsh, jo shqiptar po i quaj, që duan të vinë, janë vende shumë të pazhvilluara. Kjo është e para. Kryesisht Azia lindore, India lindore, se dhe India ka disa zona më zhvilluar, disa zona janë të pazhvilluar. Për ta kuptuar, India lindore, pjesa e Kalkutës është shumë e varfër. Ka punonjës që vinë nga Egjipti, nga Afrika e Veriut, dhe sigurisht nga Afrika, edhe nga Afrika. Mund të vinë nga të gjitha këto vende. Kryesisht, ku paga atje është diçka tek 300 euro ose dollar neto. Dhe këtu marrin 600 ose 700. Përgjithsisht, më të shtrenjtët janë Filipinasit, ata kanë rregulla se si vinë, pra në mënyrë si duhet vi një Filipinez, dhe unë mendoj që nëse duhet marrin Filipinez. Kanë ministri ato që merren në punësimin e Filipinezëve jashtë Filipinave, dhe ka disa zyra, ti licencohesh nga ata, ato të kërkojnë disa kushte, që për shembull duhet të jenë 4 persona në një dhomë, duhet të kenë një tualet, duhet të kenë një rrok të caktuar, kontrata duhet të jetë 2 vjeçare, nuk ka punonjës kështu, unë dua 3 muaj dhe nuk ka kështu. Pra nuk janë me sezon. Patjetër, nuk janë. Jo, ti mund ta marrësh dhe 3 muaj, do ta bësh, por do paguash shumë, se do paguash gjithë koston e tij dhe përgjithsisht kosta e vetëm për të ardhur një punonjës shkon rreth 2500 euro. Pak a shumë.
Madje ti mund marrësh profesionist, shkosh ti bësh intervistat në Manila dhe ti sjellësh me kushte të rregullta. Çështja është që këto mund t'i bëjmë ne disa biznesmen. Unë mendoj që kompanitë e suksesshme të mirat i bëjnë. Kompanitë e tjera që pretendojnë dhe dëgjojnë këtë ju duket si diçka shumë interesante që ta fusin, por nuk i ofrojnë dot të kushte, se duhen mundet që ata të largohen. Dhe ju lindë drejta të largohen. Nëse ti ke plotësuar të gjitha kushtet dhe ata largohen, ata kanë probleme me shtetin e tyre. Prandaj ata e kanë të organizuar këtë punë. Këta janë, mendoj unë, filipinezët më të mirët dhe kanë dhe cilësinë, dinë dhe anglisht, sepse dhe kjo është. Janë edhe më bashkëpunues. Pastaj në shtetësitë e tjera, vendet e tjera, sidomos vendet e Afrikës Veriut, kanë problematika. Ata rrinë shumë veta, përpiqen të kursejnë maksimalisht. Mund të rinë në një apartament dhome kuzhinë 40 veta. Është një tmerr i vërtet. Ka raste të tilla, s'duhen lejuar, se ata nuk do jenë asgjë produktiv. Pastaj largohen, bëjnë të gjitha këto sjellin vetëm probleme sociale në ambientet ku jetojnë, në pallatet ku jetojnë, sepse ne nuk e kemi dot të shtetin që tjetë kaq organizuar dhe t'i zgjidhë këto, se s'po i zgjidhin dot shtetet më të mëdha, se Shqipëria kanë probleme. Pra është ende herët për Shqipërinë, duke marrë në konsiderat që vetëm vitet e fundit kanë nisur si fenomen. Kanë rrite fetare të caktuara që duan t'i ushtrojnë, edhe janë shumë rigoroz në ato gjëra, nuk shkojnë në punë, pastaj smuren. Ky është një problem tjetër. Shumë një nga arsyet që unë jam shumë i kujdesshëm me zgjedhjen e klientëve për këtë është çështja e shëndetit të tyre. Mendo tani që të kesh një grup të huajsh nga këto vende që kanë probleme me shëndetin pafund dhe ata smuren. Tani ku do shkosh? Se ky është problem, do shkosh në spitale private, duhet i kesh siguruar, po nuk i siguron dot, duhet i sigurosh jashtë. Është një sipërmarrje shumë e vështirë të merresh me këtë punë, për ta bërë siç duhet, për ta bërë me ligj, për ta bërë me rregulla, për ta bërë që të jesh i nderuar në punën që bën. Pastaj po ta bësh eksperiment edhe kaçakshë, kjo është tjetër histori pastaj, se ato kanë tjera risje. Po, do flasim në pjesën e dytë, do duhet që të ndërpres për sfidat, kushtet dhe kriteret që ata vinë në vend, po dhe për arsimin profesional. Shkëputemi pak çaste dhe rikthehemi sërish në studi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të sheshi i dollarit, vijojmë të flasim për punësimin e të huajve në Shqipëri. Zoti Dragoshi, sa i lehtë apo e vështirë është integrimi i tyre në vendin tonë? Për mendimin tim është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë sepse e përmendi Reali, po themi çështjet e shëndetit, po ky është vetëm një aspekt. Marrim pak edhe çështjet e stilit jetesës, se ka njerëz vërtet kanë ardhur për të punuar, po ata duhet të jetojnë një jetë normale dhe kur ti fillon dhe flet me disa prej tyre, kupton që numri i orëve është shumë i gjatë. Kupton që kushtet e jetesës jo gjithmonë janë të mira. Ne aktualisht jemi duke folë për numra shumë të vegjël në Shqipëri, por në momentin që numrat fillojnë të shtohen dhe ti fillon dhe kupton që këta fillojnë dhe organizohen mes veti, ne si shoqëri nuk mendoj që kemi filluar të mendojmë dhe të përgatitemi seriozisht për t'i ofruar këtyre njerëzve kushte të mirëfillta për të ushtruar një jetë normale sipas zakoneve të tyre. Në disa raste që unë shoh në disa kompani, mua nuk më duken kushte të mira jetese dhe shpesh herë filloj dhe mendoj çfarë ndodh me sigurinë e këtyre njerëzve. Nëse jemi duke folur për gratë të cilat janë shtatzëna, nëse ato nuk flasin gjuhën, çfarë shërbime po marrin ato, si ndodh ky procesi i trajtimit të tyre, çështja të drejtave, çështja e sigurisë. Patjetër që ka shumë procese rregullatore që merren në konsiderat, shumë procedura që bëhen, po kur ti fillon dhe i takon këta njerëz nga afër, kupton që shumë çka është e vështirë që vërtet të implementohet, të zbatohet në atë standard që ti do doje të jetoje vetë. Nuk është se ka të bëjë me Shqipërinë, por është fakti që ky është për ne një realitet i ri dhe ne po e mësojmë si të përshtatemi me këtë realitet të ri rrugës. Si një duguri e re për vendin. Po. Ku janë të punësuar më së shumti? Shërbimet kanë përshtypjen? Në tre kategori, në hoteleri turizëm, në ndërtim, më pak, por kryesisht janë turqit. Ka dhe një nga lejet e fundit, ka goxha turq. Po që janë dhe specialistë, ata vinë me projektin bashk, dhe po themi në këtë përpunimin aktiv,
që i bëhet fasoneri, ose po themi fabrikat të caktuara, kryesisht gra. Këto janë 3 sektorët kryesorë që janë të punësuar. Ka dhe një pjesë e vogël që kanë punonjës e shtëpie, por numri është shumë i kufisuar. Që me këto ndryshimet e fundit ligjor ishte në fakt lehtësia për këtë kategori më shumë ti. Punonjës e ndërtimi për ata që kanë mundësit mira ekonomike, që mund të marrin kryesisht filipineze, dhe kushtet e këtyre personave janë edhe më të mira, sepse jetojnë bashkë me familje të cilët i kanë marrë, dhe edhe ata janë dhe më të kënaqurit. Pra kthimet kanë qenë më të pakta nga këto lloj rastesh, kurse pjesa pasaj që punon në këto shërbimet që ne folëm më pas, ka vështirësi, edhe nga intervistat që kemi parë në media, kur janë intervistuar, ata kanë goxha shqetësime, problematika. Tash kjo është pjesë po themi, e këtij realiteti të ri që ne po jetojmë. A do të jetë kjo e qëndrueshme? Unë thash pak nga pak, do të kemi një numër të caktuar të huaj që do vijnë nga këto vende, do jenë gjithmonë këtu, sepse janë dhe në vendet e tjera. Unë mendua që do ishin më shumë, mendua që do kishte një rritje më të madhe. Këtu nuk ka, për shembull në vendet tjera të rajonit tonë, po themi në Serbi, në Rumani, janë taksistët. Një pjesë e taksistëve vinë nga këto vende. Gjë që nuk është tek ne një gjë e tillë. Si do të thotë, pozicioni i taksistit është i mbuluar me punonjës vendas për shumë arsye, njohin rrugët e tjera. Megjithatë, biznesmenët nuk do lënë gjë pa bërë derisa ta bëjnë biznesin e tyre suksesshëm, gjë që është normale, edhe është legjitime. Punonjësi huaj është kosto më ulët apo më e lartë? Më e lartë, më e lartë. Më e lartë sa punonjësit vendas. Po, më e lartë. Megjithatë, nuk e kanë nisur nga kosto, këto e kanë nisur nga mungesa që s'kanë. Pra, një biznesmen nuk ka. Dhe nuk ka provuar në zonën e vetë, e tjerë është me radhë ajo. Pra, po të na pyesin edhe thonim, sa është rreth i parë, rreth qendrës tënde, 25 kilometra, pastaj do shikosh me radhë sa mund t'i afrosh. Po këto nuk i din, dhe se po të kishim bërë këto punë pak më përpara, do e shtynin këtë cikël, do ja zgjasnin ciklin vete. Se çështja e ciklit, do vinte një moment që në ca zona caktuara nuk ka. Por këta janë më të kushtueshëm, varet nga vendi, varet nga kushtet që ti merr. Një pjesë e tyre ikin, ku s'ka kushtet mira ta largohen, e lën punën për gjys, nuk ka një ligj që të detyrojë dhe s'duhet të ketë. Vetëm nëse ti thyen kontratën. Pra nëse ke një kontratë punësimi të rregullt të tjerë, siç është rasti siç tash i filipinezëve, sigurisht ka ca masa penalizuese, po kaq, se çfarë do ndodhi tjetër. Masat penalizuese nuk kupton me para. Pra ka dëmshpërblime midis palëve, nuk do të thotë që ai nuk do të iki, se tha nuk. Po, do të jetë ndaluar tu në vend për të mos shkuar. Ose marrja pasaportës është vepër penale. Tu i merrin pasaportën dhe mos largo. Ata nuk kanë nevojë për pasaport fare një herë, po e lëm këtë. Por se ikin edhe pa pasaport, se nuk është se kanë pas ndonjëherë pasaport. Janë nxjerrin këto agjencitë, janë nxjerrin pasaportën. Shikon, ne nuk po flasim për njerëz që punojnë në bankën e Indisë dhe vinë këtu. Do të kuptojmë se pra për një lloj kategorie vulnerabël, le të themi atje. Po, patjetër. Kështu që kjo ndodh në të gjithë. Në vende të tjera ka dhe kinez, por marrëdhënia jonë me Kinën për shkak të gjeopolitikës nuk është, por në vende të tjera ka shumë kinez. Janë të mbushur, janë të organizuar në për aeroporte, kudo vinë, i marrin kompani kryesisht në ndërtim. Ka pas dhe këtu vite përpara grupe të caktuara kinezësh, po ato kanë një gjë që largohen më shpejt se të tjerët. Kjo është një, po themi, një labirint tjetër që do hyhet edhe në këtë labirint. Përgjithsisht duhet një shtet më i organizuar ta bëjë këtë punë, një shtet i cili ka më nën kontroll territorin, lëvizjet, mënyrën si bëhet biznes. Ne nuk e kemi këtë shtetin kaq të fortë sa ta ketë këtë nën kontroll. Jo vetëm ne, po edhe këto vende afër nesh. Disa shtete tjera janë më të rregullta, s'po flasim për Zvicrën, se Zvicra është e para në botë, ne mos të krahasojmë me Zvicrën, po vështirë do jetë, janë më të shtrenjtë, nuk do të thotë që produktiviteti i tyre është, por janë ca vende pune që duhet i bëj dikush, nuk mund të thuash që janë më produktiv, nuk ka asnjë të dhënë. Dhe mënyra alternative është pikërisht kjo, momentale, le të themi. S'ka cilë tjetër. Domethënë, ne nuk është se kemi disa alternativa dhe zgjodhëm këtë alternativë. Nuk ka. Siç tham, janë larguar një pjesë e madhe e vendit tonë, ne jemi të kurrë shumë, ne jemi 2.4 sot. Duke qenë 2.4, këta i kanë ngritur bizneset, kanë mundësi të shesin, qoftë dhe në Europë, çfarë do bëjnë? E vetëm mënyrë është të marrin disa me kostotulet, se këtë do marrin tjetër. Nuk ka nga rajonin në Europë, as në vendet, po themi, afër nesh, po themi... Të me të njëjtat fenomene të plakjes popullsisë, po përballen edhe shumë vende të Europës, të cilët kërkojnë ndërkohë edhe punonjës të Po kjo ka qenë arsye pse ata na kanë marrë ne në vite. Pra tash sot ne
E kuptojmë atë fenomenin që ndodhi aso kohë. Pra, shiko, sot është ekonomi, dhe ekonomia është e lidhur drejt për drejt me forcën e punës. Në qoftë se ato nuk kujdesen për forcën e punës, pra në qoftë se mbani mend mbas pandemisë, takimi i parë që kryeministri grek bëri me kryeministrin shqiptar që për arsye të punonjësve sezonal. Sepse punonjësit sezonal lidhen direkte me një industri, që është industria agropërpunuese e Greqisë. Pse nuk bëri një takim tjetër? Po ne sot e kemi kuptuar se sa të mirë pas kemi pasur ata që na kanë ikur. Që ka ndodhur mes vendeve të tjera. Duhet të kujdesemi mirë për ata njerëz që kemi, se nuk ka më të mirë se ata. Ne kujtojmë se ka më të mirë. Pa ata e kanë mësuar këtë me pahir, po e kanë mësuar. E kanë mësuar. Fation, unë duat ndalem të një tjetër pikë, tek arsimi profesional. Nëse i referohemi, po themi, regjistrimeve për gjatë tyre 2-3 viteve të fundit, ka një tendencë në rritje. Vazhdon të jetë akoma një lloj stigme, apo ka vërtet një interes të shtuar për arsimin profesional? Si e ke parë? Arsimi profesional është në një realitet mes progresit dhe stigmës. Do thënë, ne e themi që ka progres, dhe vërtet në 3 vitet e fundit ka një rritje të regjistrimeve. Megjithatë, është një rritje, po themi, nga 17 në 20% të atyre që fillojnë gjimnazin e fillojnë arsim profesional. Ndërkohë që të gjitha vendet e Ballkanit janë 55% e sipër. Ne jemi diku te 18, rreth 18%. Pra, çfarëdo që ne flasim, një rritje është një rritje nga ku ishte, por kur ne krahasojmë me realitetet tjera që diskutuam për çështjen e tregut punës, se kur ne flasim për tregun e punës, duhet ta fillojmë diskutimin në fakt me ngritjen e kapaciteteve ose kapitalit njerëzor, dhe kur ti shef që numri i të rinjve që shkojnë në arsim profesional për karshi gjimnazit është i papërfillshëm dhe është shqetësues. Tani, ku diun, në vermosh, ti i shef fëmijët që shkojnë në gjimnaz. Gjimnazi është rrugtimi akademik i formimit. Nuk e zgjedhin shkollën profesionale, nuk e di për çfarë arsyesh kulturore që janë të mbartura shumë herë dhe si puna e lekut që ne themi akoma i ri, i vjetër, vazhdon dhe kjo historia qysh në kohën e Enverit, si thoshtë ajo në paladin. Pra nuk ka një definicion të qartë se pse. Dhëndër pa diplom në këtë derë nuk shkel, duket sigur ti po nuk e diplom nuk marton kush. Por në qoftë se ne jemi duke folur për 18, 19, 20%, kjo nuk është një mënyrë për të mbështetur zhvillimin ekonomik. Thënë kjo, edhe në universitete, ne kemi shumë pak universitete të shkencave të aplikuara. Numri nxënësve që ndjekin programet akademike për karshi programe më të aplikuara është shumë i vogël dhe gjithë kjo është një sukses, po prapë është një stigme madhe që ka arsimi profesional. Çfarë unë gëzoj është që tani në këto 3-4 vite të fundit ne shohim një afrim shumë të madh të kompanive, ndoshta nga gjithë këto sfidat që po hasin për të zgjidhur çështjet e stafeve, janë duke u afruar me shkollat profesionale për të marrë nxënës në praktikë profesionale afatgjatë. Dhe ne në Swiss Contact tash 10-11 vjet që unë punoj në projektin aftësi për punë, mundohemi të sjellim sa më afër shkollat profesionale me kompanitë. Ka 2 vite që qeveria shqiptare, tani kjo është një rast nga lartë poshtë, që e shtyn qeveria këtë, që normalisht duhet ta shtynte biznesi organizuar, po dhe organizimi i biznesit ka ato sfidat e veta. Edhe mes kryeministrit dhe Po, pra kryeministri i ka dhënë një impetus të veçantë, mendoj, e ka shtyr të promovimin e arsimit dual, dhe tani ne jemi duke folur për 13 programe nga 200 janë programe të arsimit të dyfisht, të arsimit dual. Janë duke u zhvilluar dhe 11-12 të tjera dhe besoj që në një periudhë 4-5 vjeçare ne do të kemi afro 1/3 ndoshta e nxënësve që shkojnë në arsim profesional do jenë në programe duale. Kjo, për mendimin tim, fillon dhe ndryshon pak të gjithë tablon e zhvillimit të kapitalit njerëzor, sepse kompanit fillojnë dhe bëhen learning organizations, me hir ose me pa hir, nuk e di tani se kjo është vërtet një sfidë, por ti duhet të përcaktosh dikë që do të punoj me nxënësit për të zbatuar atë programin e kurrikulës që ata kanë, por ti qysh në moshën 16 vjeçare je duke futur të rinj që janë në një proces të nxëni në proceset e punës të kompanisë tënde, duke i dhënë një pagesë, duke filluar një marrëdhënie me detyrime kontraktuale nga palët respektive, gjë që për të rinjt ka rezultuar shumë e bukur, se mendonim që nuk duan të rinjt, nuk duan kompani gjithfar historishë marifete shkemi dëgjuar, por në momentin që filloi zbatimi i programit dual, ka pas një entuziazm goxha të lartë qoftë nga të rinjt edhe kompanit. Ku e shikon të ardhmen e arsimit profesional, Ralt? Tashi,
Të them të unë kam ndjekur arsimin profesional që shumë vite përpara, nuk mendoj që ka qenë i suksesshëm në Shqipëri. Në vendet që unë kam ndjekur me këto partnerët që punojmë, Zvicra, Gjermania kanë qenë më të suksesshmet ndonjëherë në këtë lloj, ata përgjithsisht kur e marrin një punë e marrin seriozisht, dhe aty kanë nxjerrë vërtet specialist, po as Italia nuk ka qenë e suksesshme. Unë kam bashkëpunuar, kemi dashur të bëjmë një shkollë të arsimit profesional për Bosch në Shqipëri, nuk na funksionoi. Ka disa arsye pse nuk ka funksionuar. Nuk besoj që në të ardhmen do funksionojë, ti kthehem direkt. Pse? Se nuk ka funksionuar deri tani, tash do thuash ti mos u bëj skeptik, po unë mund të bëhem skeptik sepse nuk kemi duhen pedagog shumë të mirë, gjë që mungojnë. Duhen student me një lloj, ata nuk janë student. Të themi të vërtetën tani. S'kan lidhje fare me shkollën, as me klasën fare, as me tulurën. Ato janë kurse 2 vjeçare. Shkolla profesionale si koncept është shumë e mirë. Në gjykimin tim, pse është shumë i mirë? Është eksaktësisht dera për të hyrë në punë. Për të hyrë në tregun e punës. Universiteti nuk është dera për të hyrë në punë. Ne kemi kuptuar gabim, themi do shkojmë në universitet, universiteti na gjej punë. Jo, universiteti është rrugtim akademik, ashtu është, që ti të mësosh. Por kur arsimi profesional është dera për të hyrë në tregun e punës, pse ne kemi një lloj stepje? Pse të rinj nuk e shohin? Po ta hyrë në tregun e punës dhe pa këtë. Se ka mungesë. Duke qenë se ka mungesë, edhe i papërgatitur ai hyn prapë në tregun e punës, se ka në çdo qytet të Shqipërisë ka arsim profesional, ka shkolla profesionale, jam habitur që kishte në çdo, në Kavaj, edhe në rrethe që ishin të vogla, për, po themi për kuzhinier, për pastiçier, për çdo gjë kishte kurse të caktuar. Po të dy kategoritë, pra dhe ata që japin mësim, edhe këta që shkojnë, nuk janë fare për arsim. Fjalën arsim nuk kanë lidhje me këta. Tani çështja tjetër është që si mësohen këto lloj zanatësh, se edhe bota ka këto. Këto lloj zanatësh mësohen nëpërmjet një mjeshtri, dhe kjo është çik traditë familjare. Pra i ri bashkë me një mjeshtër dhe mëson, dhe është shumë korrekte kjo, nuk është se ka ndonjë gjë. Madje arsimi profesional tani, e di më mirë Xhikfationi, kanë krijuar kushtet shkollat shtetërore që ti nëse ke njohuri se ke ndëjtur me një mjeshtër, mund të rikthesh dhe ti kthesh në pikë këto, që të marrësh një certifikim. Pra ti ke njohuri, ti di shumë mirë ti jesh, po themi hidraulik se ke mësuar nga babai, shkon në një shkollë hidraulike, i tregon që ti di ti bësh këto, dhe pra mund të marrësh një certifikim mbrapsht. Po ti nuk i duhet kjo. Pra për të patur punë sot tregu, kthehemi ke koncepti tregut. Tregu thith çdo gjë sot. Di apo nuk di ti, ke apo s'ke arsim ti, ai ka nevojë, dhe thot hajde rim pas meje. Situata është e tillë që situata është e tillë që precipitoi shumë shpesh, shumë shpejt, që mbas pandemisë, saqë u krijuan aq shumë vende pune sa nuk arriti dot që ti të bësh në 1 vit e 2 vjet. Hajde se do të marrim. Ti vetëm të duash të vish. Dhe kështu që arsimi profesional ngeli edhe pa, po themi, produktin kryesor që janë nxënësit, pavarësisht një rritje, unë nuk i dija këto përqind, 17% më shumë, që është pak. E parë duhet heqin dorë nga ky arsimi që ata i quajnë universitarë, se s'ka lidhje fare me arsimin universitar. Pra, gjithmonë si duhet orientohet te arsimi profesional. Tani, unë do doja të jepja një dy kështu shënime të shpejt. Okej. Çfarë unë jam duke parë në këto vite të fundit? Ka ndryshuar thelbësisht qasja e zhvillimit të standardeve të profesionit, kualifikimit edhe të kurikulave. Pra ka shumë kompani tani nga më të mëdhatë të mesmet që janë duke u përfshirë në zhvillimin e kurikulave. Kjo ndryshon komplet diskutimin se çfarë ishin duke mësuar deri dje në shkollat profesionale. Elementi i dytë që mendoj ka sjellë këtë ndryshimin rrënjësor është realizimi i të nxënit në kompani, pra sistemi dual, ka ndryshu edhe mënyrën se si shkolla funksiononte. I kishin profesionale, po nuk i kishin profesionist detyrimisht nga industria mësimdhënësit. Ndërkohë që sot ne jemi duke folur që ti profesionin do ta mësosh në një kompani të madhe ose të mesme, ku ka një mjeshtër të mirëfillt, por duke zbatuar një kurrikul e cila ty të ndihmon që ti të përftosh edhe njohuritë, po dhe shkatësitë. Dhe fakti që nxënësit fillojnë të marrin një pak që është moshën 16 vjeçare, ka filluar është motivuese. Është fantastike se çfarë ndodh në trurin e një njeriu në momentin kur ti i jep një përgjegjësi dhe i thua ti je përgjegjës për këtë gjë dhe ti ke një kontratë, ke një pagesë, ke sigurimet e gjitha historitë me radhë. Gjitha këto mekanizmat që e bëjnë të lehtë për kompaninë për të punësuar apprentices, ne në Shqipëri akoma si kemi gjetur një themi nxënës punojës, por fakti që janë krijuar lehtësi fiskale për të marrë këta nxënës në punë që e gjithë pagesat i shkojë të rinjve, ka rritur motivimin e të rinjve për të qenë
djemë dhe vajzat të shkafta, se edhe kjo historia, hajde në profesionale du t'jesh prapë nxënës, jemi vetëm në klasë dhe në laborator, edhe kjo nuk bën të sens. Tani ne jemi në një realitet tjetër ku ata vinë qysh në klasën e 10, janë duke shkuar 3 ditë në kompani dhe 2 ditë në shkollë. E ka ndryshuar komplet perspektiven e të riut për ku ka ardhur. Por, thënë kjo, në qoftë se ne nuk do të kemi një reflektim nga shoqëria që shkatësit profesionale janë ato që ka tregu sot ka nevoj dhe profili akademik në çdo ekonomi sot në Europë nuk nevojiten më shumë se 15 deri në 20% të fuqisë punëtore të jenë të profileve akademike. Në ndërkohë që ne kemi në rivers komplet. Mirë, do të kemi mësi që të ndjekim zhvillimet që vinë nga tregu i punës, zoti Dragoshi, zoti Pashaj, falenderoj shumë që ishi sonde me mua. Faleminderit. Shikues nderuar, ju falenderojmë edhe ju që na ndoqët. Bashkë do të ndajemi këtu, ju lë takim të hënën ora 14.